Përshëndetje të dashur nxënës, po fillojmë me mësimin e radhës. Njësia mësimore është harta dhe raporti. Kjo do t'jetë më shumë një përsëritje, sepse sa për raportin ne kemi bë fjalë, ndërsa tash do të zbatojmë raportin tek hartat. Ju e dini se çdo hartë është një pasqyrë e reliefit në tokë, dhe ajo pasqyrë me siguri do të vini në konkludim se është e zvogluar. Ja për shembull po paraqesim hartën e Maqedonisë. Në realitet kjo s'është kaq. Do të thonë shumë më e madhe. Mirë po, për të paraqitur në vizatim është bërë zvoglimi i saj. Dhe gjithmonë tek hartat është dhënë raporti i zvoglimit të madhësive. Do të thotë se në këtë hartë këtu që kemi para nesh, raporti është 1:1.250.000. Çka do të thotë kjo 1:1.250.000? Një gjatësie në realitet, pra në hapësirë, ajo në hartë është zvogluar 1.250.000 herë. 1.250.000 herë. Do të thonë, çdo gjë që është në territorin e kësaj harte është zvogluar për 1.250.000 herë. Mirë po tash ne do të themi nga e kundërta. Do t'i njësojmë largësitë nga harta në realitet sa është. Si dhe në çfarë mënyre do ta bëjmë këtë, do të shohim përmes një shembulli praktik. Për shembull, po caktojmë vijën ajrore te top Gostivar. Për ta caktuar vijën ajrore te top Gostivar, shërbemi me vizorën dhe masim largesën ndërmjet Tetovës dhe Gostivarit. Siç po shihni, në këtë rast largesa ndërmjet Tetovës dhe Gostivarit është 2 cm. Dhe tash dalim në pjesën tjetër të detyrës, në pjesën operative apo në pjesën zgjidhjen e saj, dhe çka bëjmë? Për ta njësuar vijën ajrore Tetov Gostivar, pra ishte dash që të kemi gjatësinë apo largesën reale në hartë. E kjo është 2 cm. Pastaj çka bëjmë? Lexojmë raportin në hartë. Ky është 1:1.250.000. Në çdo harta të ndryshme, pra shkalla e zvoglimit është e ndryshme. Dhe atë ju që duhet ta bëni është gjithmonë në çfarë do harte duhet ta lexoni shkallën e zvoglimit. Pra, në këtë hartë kemi shkallën e zvoglimit 1.250.000, që i bie 1 cm në hartë i korrespondojnë 1.250.000 cm në natyrë. Dhe tash çka bëjmë? Për ta gjetur largësinë ajrore ndërmjet Tetovës dhe Gostivarit, shumëzojmë largesën në hartë me shkallën e zvoglimit. 2 cm herë 1.250.000, që i bie të jetë saktë. Kemi 2.500.000 cm. 2.500.000 cm. Tash, centimetrat i shndrojmë në metra. Për të shndruar centimetrat në metra, pjesojmë për 100, sepse centimetri është e 100 pjesë e metrit. Ja, kemi këtë. 2.500.000 pjesëtim për 100 i bie të jetë 25.000 metra. Tash metrat i shndrojmë në kilometra dhe pjesojmë me 1.000, që i bie se largesa ajrore ndërmjet Gostivarit dhe Tetovës qenë ka 25 km. Nga e njëjta hartë po marrim një shembull tjetër. Duam të caktojmë largesën ajrore apo vijën ajrore ndërmjet Tetovës dhe Gostivarit. Veprimi është i njëjtë. Pasi kemi edhe hartën e njëjtë dhe raporti është i njëjtë, çka bëjmë? Marrim vizorën dhe masim largesën në hartë ndërmjet Tetovës dhe Tiranës. Po shihni se largesa ndërmjet Tetovës dhe Tiranës në rastin konkret parapërsisht është 10/2 cm. Tash fillon pjesa e zgjidhjes së detyrës. Pasi që matëm largesën ishte 10/2, lexojmë gjithmonë e përsëritëm raportin në të hartës, se ky është elementi kyç për zgjidhjen e detyrave. Për ta gjetur largesën ajrore ndërmjet Tetovës dhe Tiranës, shumëzojmë largesën në hartë me shkallën e zvoglimit, që i bie të jetë 10/2 cm herë 1.250.000. Këtu dua një sqarim të jap.
Ju mund ta lexoni në lëvizore, në centimetra, pse jo dhe në milimetra, por pastaj në fund duhet keni kujdes se si të shndroni milimetrat në metra e kështu me radhë. Llogarit që na dolën është se kur shumëzohen këta dy numra fitojmë 12.750.000 centimetra. Ta çka bëjmë? Centimetrat i shndrojmë në metra duke pjesëtuar me 100, de facto i fshim 2 zero dhe çka do të kemi këtu? 127.500 metra. Tash metrat i shndrojmë në kilometra, pjesëtojmë me 1000 dhe fitojmë 127.5 km. Do me thënë, vija aerore, Tiranë, Tetov, apo Tetov, Tiranë, Çenka, 127.5 km. Duhet të se këtu se ju, në detyra që do t'ua jap ju, mund të shërbeni me harta të ndryshme, por elementi kyç i detyrës gjithmonë do jetë shkalla e zvogëlimit apo raporti i paraqitur në çdo hartë. Për detyrë shtëpie ju do të keni të caktoni vijën aerore, pra duke përdorur atlasa gjeografik që i keni në shtëpiat e juaja apo hartat nga interneti të cilat mund t'i merrni lirisht, do të caktoni largesën aerore në kilometra. Shkup Tiranë, tjetra Shkup Zagreb dhe e fundit Tetov Vlorë. Do të potencoj edhe diçka që ta keni parasysh. Nga hartat që do t'i merrni nga interneti, duhet pasur kujdes ta gjeni raportin apo shkallën e zvogëlimit. Pa shkallën e zvogëlimit nuk mund asesi ne të zgjidhim këta detyra. Ky është mësimi i sotshëm. Uroj që të keni një ditë të këndshme, të gjithë të jeni shëndosh dhe mirupafshim në orët tjera.